E nisim ditën sot me një supervise dhe me një super çmim. Është një titull vërtet shumë i bukur, jam shumë e lumtur që ajo e ka marrë mos fundi pas shumë vitesh punë, mund edhe një vullnet hekurt, ajo sot kurorzohet ambasadore e paqes. Erise Bujari, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Noel, faleminderit shumë për ftesën. Është një titull mendoj shumë i bukur për ty, edhe duhet të jesh krenare për veten. Falenderoj. Po, është një titull i bukur, jep emocione normalisht të bukura, por edhe përgjithësi. Si erdhëm tek ky titull? Më trego pak. Si ishte, si e more lajmin, sa emocionove? Po tash, asnjë gjë ne dim që nuk vjen me një herë. Edhe po mendoj është diçka që ka ardhur gradualisht, mas ashtu siç edhe ti e the, mas shumë kohësh ndoshta, edhe në kohën e duhur. Kur e mora lajmin, realisht në fillim mendova se janë total, edhe janë du bashaka, se thotë po prit pak, ka persona ndoshta më të rritun se unë, më me eksperiencë që kanë bërë më shumë se unë. Edhe thjesht nuk po e besosha. Mas tani kur pash që këm ngulën, okej, prit pak tash i duhet më përgatit seriozisht për këtë. Është një lloj, po thosh, një lloj suportit edhe një lloj emocionit vërtet i bukur, por siç e thash edhe me shumë përgjegjësi. Sikur të ngarkon më me shumë përgjegjësi kjo gjë. Kur e more fletën në dorë, çfarë ndjeve? Më trego pak mendimin i parë. Realisht isha përgatit për një fjalim 30 sekondësh, edhe atë fjalimin e kisha kështu të udhërë, edhe pse nuk është një raport që flas në publik, por ishte një lloj emocionit. Edhe po, falenderoj Zotin për këtë lloj prezence të tij në jetën time, edhe përmes kësaj forme, përmes këtij titullit. Pse mendon se e ke merituar këtë titull? Nuk është një pyetje që e bëj pa qëllim, sepse askush më mirë se ne nuk e njohim veten tonë. Nuk i dim ato mundimet, ato pengesa që në dashur ti te i kalojmë, ato vështirësitë që kanë dalë rrugës për të mbritur këtu ku jemi sot. Të falenderoj shumë për pyetjen, se vërtet është një pyetje fenomenale, dhe ndërkohë që ti po flisje, më kaloi shumë shpejt para syve një periudhë shumë e bukur, por intensive dhe nga njëherë dhe vështirë e jetës time që unë kisha kalu. Normalisht ata që ma kanë dhënë titullin nuk e kanë ditë kjo gjë, sepse ishte shumë personale, po. Ama ka ardhur si një lloj, po them në fund, si një lloj shpërblimit kjo. Edhe pse mendoj që e kam merituar, realisht mund të them se çfarë mund të kenë pa tek puna ime, sepse nuk e di tamam si ata e kanë pa, por unë mendoj se... Shiko, puna e psikologut nuk është një punë e thjeshtë. Është një punë e vështirë. Dhe puna jote është vërtet e vështirë, edhe sidomos me shumë qasje që i ke bërë ti punës tënde, dhe mënyra se si ti ke menduar edhe ke gjetur risi për t'i shëndruar afër të gjithë njerëzve që kanë ardhur tek ti, kjo mendoj është vërtet ajo veçantia jote. Pra jo thjesht kjo është profesioni, unë bëj 1, 2, 3, 4 dhe qëndrojmë në këto bazë. Ajo ti e ke zvilupuar, si shtojnë italianët, pak më tepër. Atë po dosha të thoqa se ndoshta është vlerësu pak më shumë pjesa e, po them, originalitetit ose thjeshtësisë me cilën unë i bëj gjanat. Shqyqyr Zotit nuk lodhem shumë, edhe kam bërë edhe të ti se nuk lodhena shumë me kënë persona që nuk jena, s'lodhena shumë ndoshta as për pamjen vizuale, ashtu që jemi këto që jemi, natyral. Edhe ndoshta pak kundër rrjedhës së sot me kunit, ose shoqëria përpiqet me kënë diçka që nuk është, ose dikush që nuk është. Ndoshta këta janë gjëra që janë vlerësu. Dhe realisht po është vështirë ta bësh këtë gjë. Punën e psikologut? Jo, këtë që thua ti je origjinal. Po. Pra ta ruash të autenticitetin tënd. Po, sepse më së parit shpeshherë personalisht përmendoj edhe me persona tjerë, me kolegë ose me njerëz të kësaj natyre, sikurse edhe ti thash përpara, që janë, po them, të këtij zhanrit, shpeshherë hasin vështirësi. Çfarë do të thotë vështirësi? Më së pari në familje. Po, lijo pak, rregulloju pak, vishu pak. Janë gjëra gjithmonë shoqëria ka një këshill, një standard, ka një standard që është vendos, por nuk është standard real. Do të thotë, ne rregullohemi, është një lloj vetbesimi shumë i mirë, patjetër, një lloj respekti pozitiv për veten, por ai standardi ka kaluar gjitha këto dhe ne shkojmë jashtë deri në sforcim për me kenë persona që nuk jena. Kështu që po, është e vështirë me kenë origjinal edhe autentik, por në të njëjtën kohë një është shumë më i plot
personalisht më ndodhë kështu, ndjem shumë më rehat me veten. Ti thua është e vështirë, por e nevojshme. Për me kënë mirë me domosdoshme. Për me kënë mirë me veten është e domosdoshme, me kënë i thjeshtë, me kënë këtë që jam, me pranu veten kështu si jam, me të metat e mia, me jo perfekcionin tem, okej. Unë jam kështu, edhe unë e du veten kështu. Atëherë nëse të gjithë të tjerët më kritikojnë, po në madhe, është mendimi i tyre, patjetër. E respekton, por kaq. Për deri këtu. Pa lejuar që të ndërhyjë në qënjen tënde dhe në gjithë mirë qënjen tënde. Dhe kjo është një mesazh tepër i bukur, në fakt që unë falenderoj që e bashkëndan me doli natyrshëm. Po, e vërtet, në fakt duket që del natyrshëm, por është vërtet një mesazh shumë i bukur për cilin rinia sot ka shumë nevojë. Kemi shumë nevojë për njerëz që janë kështu siç janë edhe e tregojnë bukurinë e tyre me çdo vepër që ata realizojnë. Sepse unë Noel mendoj që ne mund t'japim më të mirën tonë nëse jena të thjeshtë dhe të pasforcuar nga gjanat ose nga gjanat e jashtme që i bëjmë i inserim të brendshme, por edhe nga standardi i jashtëm. Në momenti që je në shtypje, nuk je më i lirë me dhanë më të mirë. Kur je i lirë nga kjo, ti mundesh me lullëzu. Kështu që një shoqëni që nuk e jep më të mirën, do ketë sfida. Kjo mendoj është thelbi edhe është një nocion shumë bazik për të pasur një shoqëri të mirë, një shoqëri që jeton mirë edhe e jeton jetën tamam ashtu siç duhet. Ambasadore e paqes, te është një presion, një përgjegjësi e madhe. Përgjegjësi, po ndonjëherë përgjegjësia vjen edhe me presion. Për me zbatuar. Pse është një përgjegjësi? Pra, me çfarë vjen ky titull tek ti? Është përgjegjësi jo për me marrë titullin, mbi gjitha për atë imazh ose për atë mesazh i jetës që ne mund t'ju japim më të rive se ne. Do thotë kjo është e vetmja përgjegjësi që unë ndjej për fëmijët, për të rinjt edhe me të cilët punoj aktualisht, është një prezenca e ime, e jona, sepse nuk është vetëm titulli që na bën ambasador për paqen, do thotë ne jemi gjithë që punojmë për këtë. Është shumë esenciale mesazhi që ne japim të rijve sot. Sikurse e the, është tepër e nevojshme me çliru këto të rinj tonë nga gjithaj presion për me kënë çfarë nuk janë. Kështu që kjo është ajo përgjegjësia që them, okej, unë vërtet do ta bëj këtë, edhe do ta bëj edhe më shumë se e kam bërë, në mënyrë që me minimu të rinjt me shembullin tonë, se vetëm me fjalën ato e pasi nuk funksionon. Atëherë, shembulli jonë, jetës tonë, veprimtarive të përditshme, mendoj se ka me kënë ajë që ka me jo met atyne, ose ka me një mu me u brumos, për me kënë ata në të ardhme, një shoqënie mirë, por mbi gjitha individ të mirë. Sa rëndësi kanë eventet të tilla për ty, për profesionistët, për të gjithë të rinjt, për të gjithë shoqërinë tonë? Eventet të tilla ku disa individ evidentohen edhe ju jepet një lloj merite, i nxirret në pah merite atyre. Po, unë mendoj që janë shumë të rëndësishme. Mas paret sepse i suportojnë individ të tillë, por edhe mas dyti sepse ka shumë individ që punojnë, realisht. Kemi shumë kolegë të mirë që punojnë në heshtje, ndoshta jo dhe domosdoshmërisht të dukshëm edhe në rrjetet sociale dhe kudo, por bëjnë punë të mrekullueshme. Kështu që janë shumë ideale tamam edhe të rëndësishme si aktivitete, se jo vetëm i identifikojnë nxjerrin pa dhe japin atë një vlerësim sa do të vogël ose të madh, por i meritum plotësisht, ama japin edhe një, si thush, i profilizojnë, po themi, edhe përballë më të rinjve, se puna është me të rinjt edhe me ato që janë më të vegjël se ne, çfarë mund të bëjmë, se të rriturit ose më të rriturit se ne tashmë deri duke e kanë të brumosun mentalitetin, qëndrimin mendore, ndoshta është pak më vështirë me ndryshu. Kështu që janë tepër të rëndësishme, por edhe për të rinjt më angazhu po. Mendon që të rinjtë të angazhohen më shumë për të punuar, për të merituar edhe ata në të ardhme një lloj titulli të tillë? Unë mendoj se ata do të marrin shembull jete. Masanena meritat ose titujt vijnë natyrisht. Gradualisht. Nuk ka se kanë me pas këtë lloj shembulli që me punu për me marrë të titull, por kanë me kanë vetë ata, ashtu sikur se kanë me kanë, edhe masanena gjonat e mira vinë natyrshëm. Se mira se të mira. Sigurisht. Kujt i tregove të parit apo të parës për titullin? Shoku tim. Si e priti? Sa u emocionua për ty? Po, ai e priti shumë mirë. Unë isha ala skeptike, do të thonë kisha thënë po do të jem, po ala isha
Po jo pasi se është e din, jo pa tjetër me shku, ishte shumë suportues edhe falenderoj publikisht për këtë. Ai, falenderojmë edhe ne jashtëzakonisht shumë për mbështetjen e madhe që t'jep. A është ai mbështetja jote më e madhe? Po, është, por unë vërtet e bekoj Zotin se janë shumë persona që janë mbështetje shumë e madhe për mua. Edhe përveç shokët tim është familja, janë miq, koleg, vërtet shumë suportues. Edhe nganjëherë them që kam bërë që kam meritu kaq shumë mrekulli, por janë dhuratat e Zotit, ashtu. Edhe mua më vjen jashtëzakonisht shumë mirë që ti ke afër vetes, se i shijon edhe është vërtet një bekim kur ke një rreth të madh mbështetës. Sa rëndësi mendon se ka mbështetja? E bëj këtë pyetje jo pa qëllim sepse kemi shumë njerëz, vajza, gra, por edhe djem edhe burrat, e cilët kanë ide, kanë iniciativa, dhe jo mungon kjo, mbështetja në jetë. Sa rëndësi ka mbështetja mendon ti? Shiko, terapisti im para disa kohësh më dha një shembull. Edhe mjeku më i mirë, kardiologu, çfarë lloj profesioni? Ka nevojë për kolegun e vet, sa ai nuk mund t'i bëj vetes operim. Kështu që secili nga ne ka nevojë për mbështetje, edhe vërtet secili në jetën tonë, sikurse jena për dikën, kena dikën mbështetje për jena, është mirë të bëjmë maksimumin, sepse nga një mbështetje mund të lindin shumë gjëra të bukura, dhe nga një mos mbështetje ose thymje andret, mund të prishet ndoshta edhe jeta dikujt në një fazë caktuar, jo krejt jeta. Kështu që mendoj se vërtet është e rëndësishme dhe vërtet kisha më bëu thirrje njerëzve që sa tjetër mujtën ta mbështesin tjetrin, kushdo qoftë ai afër ose larg. Se fjala e mirë ka të bëjë shumë, ashtu sikurse edhe e keqja ka të bëjë shumë. Po. Për këtë mendoj se çfarë mund të bëjmë mirë në këtë jetë është kjo, mas pari mbështetja e tjetrit. Erisa, e morëm titullin. Çfarë bëjmë tani e tutje? Se unë mendoj tani, duke të njohur pak, se kemi vite shumë që njihemi bashkë, ka filluar të lëzojnë shumë ide në kokën tënde, apo jam gabim? Jo, je shumë drejt. Normalisht kur më njeh. Tani, çfarë mendon ti? Çfarë idesh po përpunon, apo cilat janë disa nga planet që kemi për të ardhmen? E afërt ose të largët? Po, shif, jeta ime ka ndryshu realisht me faza të ndryshme dhe si thush më ka pasuru edhe pse për momentin duket sikur nuk është pasuri, por është pasuri shumë e madhe. Dhe aktualisht jam angazhu në arsim, është herë por që unë angazhohem në arsim, s'kam punu ndonjëherë, por jam shumë e gëzuar edhe kënaqur, jo vetëm me kolektivin, por megjithatë jam afër fëmijëve. Edhe të rive. Pra, për pak ditë mund të turojmë gëzuar 7 marsin. Po, është 7 marsi i parë. Sa i veçantë. I parë edhe, kështu po mendoja si këto detajet, si është për herë të parë. Por është kënaqësi që punon afër fëmijëve dhe të rive. Në të njëjtën kohë shef edhe sfidat e tyre. Gjatë që shpesh, si them unë nganjëherë, na bën me fol me veten, ku jena, çfarë po bëhet, si mund t'i ndihmojmë. Po ndërkohë jam duke bërë dhe disa studime në mënyrë të pavarur mbi një fushë tjetër, siç është të ushqyerit edhe mirëqenia fizike, që vjen nga të ushqyerit, por që është krejt e lidhur edhe me mendjen, me të menduarit. Kështu duke mësu, duke studiu, duke aplikuar te vetja, duke pasur rezultate, ndoshta në të ardhmen do kena ndonjë gjë të bukur. Nuk po një intervistë tjetër në horizont. Intervista po. Kjo është tashmë e rutinës tonë, por shohim diçka ndoshta interesante do të jetë, por nuk po e ashtu akoma se është në ndërtim idesh atëherë. Në sistemin idesh, atëherë s'po e Si e menaxhon kohën, moj vajzë? Gjithë të punë, gjithë të ide, familja nga njëra anë që ka vërtet një peshë shumë të madhe, mbi gjitha detyrimesh, pastaj sigurisht edhe kënaqësish, por ne që jemi mama e kuptojmë më së miri. Karriera që je duke lullzuar gjithmonë, ide që janë gjithmonë në rritje, si e menaxhon kohën? Realisht nuk e di, sepse edhe unë shpesh e pyes veten si ja dal. Ka raste që nuk ja dal, ka raste që jam tankohen e nervozume sepse si jam të i sistemu do të mërna ditës objektivat e mia, edhe është okej. Ka raste që jam të uzon me njerëzit e shtëpisë do ditën, por prapë është okej, sepse është dashnia gjithmonë që mbi zotëron. Por mundohem me kënë, jam duke mësu për ditë ma shumë nga kjo gjë, që me kënë sa ma koncize edhe sa ma e sakt me oraret dhe duke vendos ma shumë prioritete. Tash,
ne mamat edhe ne në familje dim se sa shumë punë e gjana janë, të mos i futën me detaje, por do përpiqem që shpesh e bëj tashmë la gjanat që nuk janë shumë prioritet. Teshat për momentin se janë prioritet, punë të shtëpisë nuk janë. Do bëj të tjerët, mësa nëjna, po meti ma fuqi, do t'i bëj, po s'meti nesër. Next, ashtu do mundohë në... Ke bashkëndaj totalisht mendimin tënë. Sa kena që në shohin që bashkëndaj. S'ka rëndësi, le të thonë që të donë, por unë e bashkëndaj zakonisht shumë, edhe kjo është vërtet një mënyrë shumë e mirë, edhe që do duhet të aplikojnë vërtet të gjithë. Se për ndryshe, unë e kam bë provë me tentu mi kap të tana, dhe është një stres i jashtëzakonshëm. Nuk është ma koha para 100 viteve, ku vita ka ketë mas loma nga dalë, ti ke bë gjana, dikush ka dalë në punë, por sot është shumë shpejt çdo gjë. Atëherë duhet me vendos prioritete se ndryshe kalon në gjendje mbi normalen që ti mund përballosh të stresit, pastaj shkojmë në ankth, në depresion, të situata që secili mund të ketë kalu. Atëherë është e nevojshme që me let it go disa gjana. Kjo është shkencë e madhe për shumë gjana në jetë, ose për gjithçka. Po, është vërtet një shkencë më vete. Por po themi për punët e për gjanat që janë, qa pret? Le të gjejmë, po. Të mesme në artë. Edhe të kërkojmë me kap qash ma e mirë, ma nevojshme, ma domosdoshme, ma rëndësishme. Absolutisht, po. Të falenderoj zakonisht shumë për këtë emocione kaq të bukura që na dhurove. Jam pafund e lumtur për titullin që ke marrë dhe të uroj shumë suksese. Falenderoj shumë ty, edhe vërtet uroj shumë suksese ty edhe një kohë të mirë dhe shikuesve tanë që mendoj që janë besnik edhe po i falenderoj për këtë edhe për kohën e tyre. Faleminderit. Faleminderit edhe mi që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.